Atëherë, në prajmin e të shtunës u diskutua për debatin dhe zënkën me Rezarta Shkurtës dhe Rozana Ratit. Këtë e solli Kelly edhe u bë me kjo gjë, sepse Kelly po i thonte që shikos aty jashtë qëndron një video. Dhe Ledioni po i thonte të ftoj të ma tregosh videon kur dalësh prej këtu. Kelly po insistonte, po ka ndodhur. Rozana e përshkroi disi situatën, por mohoi faktin që ka ndodhur përplasje fizike. Tani, Rezarta Shkurta ka folur rreth këtij debati, ku ka thënë se debati që ka patur me Rozanën ka qenë për gjëra pa lidhje, pa rëndësi, dhe tha se nuk ka patur kur përplasje fizike mes tyre. Tha se nuk e kam patur kur mikesh, por as armike. Megjithatë, unë kam parë një intervistë të Rozanës, ku ka treguar se ka rrahur një kolege, por nuk ishte Rezarta Shkurta, ishte Rovena, që ka qenë tek Big Brother Kosova. Rovena Stefa, s'po më vinte mbi emri, faleminderit këta. Dhe aty e ka konfirmuar Rezana që e ka rrahur atë. Megjithatë, me Rezartën duket se nuk ka patur përplasje. Tani presim të dali Kelly edhe të na tregoj videon.